Po nëse është në hetim, po edhe nëse ka vjedhur para patjetër që po. Nëse ka prekur, ja një sekond ta them këtë, se nuk kompleksohem fare ona me emrat përveçëm. Nëse kryeministri i vendit vjet në akuzë nga Spaku, vërtetohet që ka shpërdoruar detyrën, ka shpërdoruar besimin, patjetër çfarë problemi ka unë? Unë se kam baba kryeministrin. Unë do mërzitesha shumë nëse arrestohet Xhezair Valteri, se më ka bërë kokën. Pa i shkreti merret me tulla. Tullat nuk janë subjekti i Spakut. Po keni për të bërë në një gjë me tulla, ju ndërhyj të merrni, po bëj çik reklam babës, të merrni çmime me preferenciale, me shoqëri me miqësi, kurse për çdo njeri tjetër në këtë botë, për çdo njeri tjetër, përveç 2 fëmijëve të mi, nënës, babait, që në kuptimin janë njerëzit e mi, dhe s'kan lidhje me politikën, pas më bëhet vonë fare. Tani, meqenëse më kujtove Kavajën, si është e vërteta e kryebashkiakut, se duket sikur po flirton pak me Partinë Socialiste, për shembull nga ai episodi me kryeministrin, tani së fundmi u pa në një tjetër episod me kryeparlamentaren Spiro Pali, apo s'ka gjë të vërtet këtu? Apo s'ka informacion për këtë? Po Fisniku është djalë qytetar, nuk është e thënë që po i fole një të majtë ose po jenë një aktivitet me kryeministrin, ku janë gjithë kryetarët e bashkisë po flirton me kryeministrin. Domethënë vetëm mendjet e smurat Saliut dhe mediave afër Saliut e bëjnë këtë lloj gjë. Fisniku bën mirë që të shikoj nga ardhmja, të lërë Kënetën dhe Lucin dhe t'i bashkohet një force politike e cila i vlerëson realisht të djathtët. Pastaj, se çfarë bën Fisniku është punë e tij. Unë e përshëndes Fisnikun, e kam pasur shok, e kam mik dhe tek e fundit ka fituar Bashkinë e Kavajës me forcat dhe me meritat e tij. A preti ndonjë ndikim indirekt, sigurisht, nga administrata Trump në zgjedhjet e 11 majit në Shqipëri? Po, ata po interesohen. Tani nuk kemi as ambasadorën e këtu edhe se ishim mësuar më përpara që pa mbaruar edhe procesi i zgjedhjeve, certifikohet rezultati me deklarata nga ambasada. Çdo ditë të hënë në mëngjes Melania. E kemi pas si rojtar, po them. Çdo ditë të hënë në mëngjes Melania i afrohet Trumpit dhe i thotë ç'u bë me Shqipërinë. Po mirë, unë nuk thashta ç'është deri këtu ti. Çfarë bën Saliu? Po Albana. Mulin si e kemi. Aman të keqen si kemi këta. Si keni gjithë kështu përgjigje klishe, domethënë. Po nuk është klishe, more, këtë po them. Po si çfarë ndikimi do ketë administrata Trump në zgjedhjet në Shqipëri? Ama të lutem, se është dhe pyetje klishe kjo. Me që po ta shteroj tamam gjën, nuk ka me qëse ka pretendime të tilla nga radhët e opozitës. Po pra këtë po të them pra. Pse nuk e radhët e opozitës ka pretendime të tilla, thash. Ore, keni ju këtë pretendim apo e ka opozita? Po kam unë më ç'lidhje kam unë. Okej, pra këtë po të pyet. Dhe unë po t'ja përgjigje për opozitën, pra. Ty s'pëlqen ç'a të them. Në mëngjes zonja e parë çohet dhe pyet, zemra ime, Donald, me Saliun që bë. Gjithandej. Me Saliun që bë të keqen. Me vendimet e bujshme të Donald Trump. Me Albanën, aman të keqen se e kemi kryetaren e gruas pro-amerikane në gjithë botën. Me mulin pa shkop ç'po bëhet. Pa manër, ç'keni këto. Ku kemi parë ndonjëherë administratë të presidentit, cili do president të Shtetet Bashkuara të Amerikës, të ndërhyjë në zgjedhjet e një shteti si Shqipëria. Pastaj të bëj një pyetje. Ja kam unë një mik, luftën që i ka hapur Sorosit për shembull. Kam një mik una në Kamës, ja të them diçka, quhet Agim Koleci, po ja përmend emrin se ai më jep lejen. Le të ndikoj Trumpit e Agim Koleci të votoj kundra meje, të votoj për Saliun. Po këtë po them pra. Nuk e shikon fare. Okej. Po them pra kjo, sepse duhet banalizuar çdo gjë që bëjnë ata. Sepse ata shkojnë dhe gënjejnë shqiptarët. Tani që erdhi Trumpi, se po e bëjnë publikisht, prandaj them duhen banalizuar. Tani që erdhi Trump, një sër veprimesh, vendimesh të forta. Ai po kërkon të marrë edhe shtetet të tjera nën kontroll, luftë hapur me Bashkimin Evropian. Se ne nuk na kanë fare në kontroll. Ne s'kemi qenë asnjë në kontroll. Ndonjë vendim ku dëgjon. Jo, flas edhe për të gjithë, nuk e kisha të njashme pyetjen. A më pyetje për zgjedhjet, më thënë. Unë nuk thash do ndërhyj. Se ndoshta ma ke keq kuptuar pyetjen. Nuk thash do ndërhyj që të favorizoj Berishën, se ndoshta ma ke keq kuptuar. Administrata Trump. Nuk thash të favorizoj opozitën, burr. E bëra më të gjerë pyetjen unë. Po as majorancën nuk e favorizon.
Siç mund të pyesi për Salion, mund të pyesi edhe për Edin. Po ti dhën një goditje këtij establishmenti më burr. Pse nuk e sheh? Po duhet ja japin shqiptarët goditjen e establishmentit. Po ti e di që po na tha Amerikanë, po na erdhi një mesazh. Po gjyshi im vdiq duke ngjuar zërin e Amerikës për duke pritur aviona të rrëzonin regjimin e Enver Hoxhës. Çfarë po thoni? Do të vi Amerika ndryshoj establishmentin. Establishmentin e ndryshojnë shqiptarët. Kush ka të drejtë vote nga shqiptarët e ndryshon establishmentin. Po ndojtëm kafe, po nuk shkuam të votuam, po votuam sikur po luan Milani me Interin, me ngjyrime politike, atë nuk ndryshon establishmentin. Po ti e pak më parë që janë votime dhe nuk janë zgjedhje. Bie poshtë kjo që në dorë pra ata të po them. Kjo është propaganda. Po në dorë kjo po i serviret. Të lutem. A shkon të votosh ditën e zgjedhjeve? Një pyetje kam. A shkon bravo. Kur të shkosh ti të votosh, atëherë do ndryshoj establishmenti. Dhe kur të bësh apel, për këtë duash ti, për një të ri aty. Po ndryshon pra, ndryshon, se duke, po nuk janë të njëjtët pra. Po nuk janë të njëjtët. Apo thua që ke parti të reja? Po. Ha? Po bëjë ndryshe, jepja një nga tretë, kujdo që t'jetë, me që po thua janë të njëjtët. Po ti kishe tjetër mendim. Ora, unë kam tjetër mendim, po të them çfarë të bësh ti, unë jam fushat elektorale. Ti që nuk voton, shko voto kundra të dyjave. Apo të gjitha janë pjesë e diçkaje. Atëherë krijoni një parti të re, që nuk bëhet asgjë duke ndojtur në shtëpi, këtë po të them. Po ndojtë në shtëpi, nuk ndryshon establishmenti. Nëse presim Amerikën ta ndryshojë establishmentin, as fëmijët e duas që është goca ime e vogël nuk do ta ndryshojë. Po ti kontributin për ndryshimin e establishmentit, po u bëre pjesë e tij. Po sepse vetëm kështu mund ndryshohet establishmenti, duke qenë pjesë e establishmentit, se nuk ndryshohet ndryshe. Ta thash edhe një herë, nga tribuna e stadiumit nuk ndikon në rezultatin e lojës. Nëse bëhesh pjesë e lojës, ose bën gol, ose dëmton kundërshtarin, ose dëmtohesh vetë. Të lash të flisje tani në fund, kështu se ishe me pafos dhe me pasion, nuk doja të ta prishja këtë gjën. Pastaj plus faktit që nuk më takon mua të them tani se çfarë mendoj unë, ose do dilnim nga korniza. Mirë, i tham të gjitha, mendoj unë. Do kemi prapë për të thënë, fushata s'ka nisur akoma. Kemi lënë dhe diçka pa thënë. Po njerë. Që duhet t'i bëjmë një apel të gjithë qytetarëve, që votojnë si majta, si djathta, si këtë duan të dalin masivisht në votime. Të dalin masivisht dhe të votojnë për këtë munden dhe për këtë duan. Dhe të denoncojnë fort gjithëkënd që i ofron para në shkëmbim. Ose së të pyeta për shembull, shikon ti që harrova unë diasporën. Ke pritshmëri për diasporën, se ka shumë nga ata që i lidhin pse do ju votojnë ju emigrantët, për shembull Partinë Socialiste, kur gjatë kësaj qeverisje ata janë larguar nga vendi. Po pse? S'ka pyetje s'qëndron, ë? Jo, ajo qëndron shumë mirë. Se është pak paradoksale kjo, domethënë që votojnë ata që i përzon në fajza. Po. Atëherë, siç kemi bër organizim, patronazhim, si që do t'i shkonim hallës, dajes, tezës që kemi në pallate, po është ka ikur ai për shkak. Po bëni dhe me diasporën. Patjetër. Partia Demokratike duhet punojë me diasporën. Unë di të them vetëm kaq, që përgjigjen e diasporës do ta marrin me 11 maj nga qytetarët e diasporës. Dhe mbi 70% e këtyre qytetarëve do të votojnë Partinë Socialiste. Ti je pak po e sigurt. Po ku e bazon ti këtë besim? Në punë, pra, bazojnë punë. Në punë patronazhimi? Patronazhimi, po patjetër, politika numra është kalkulim. Nëse e keni menduar politikën që është frym dhe me inshallah, nuk vjen gjë me inshallah. Patjetër është frym, se patronazhim bazohet. Patjetër, po si patronazhimi nuk ngren frym. Prandaj kemi probleme nëse s'ka frym. Po frymën e ngren duke u marrë me njerëzit, duke u takuar, duke u kontaktuar. Po me çfarë ngrihet fryma? Ngrihet me çfarë ngrihet? Me populizëm. Për ju me patronazhim. Pra, neve kur t'na rrëzoni nga pushteti. Jo ne, nuk kam asnjë lidhje. Ne kur t'na rrëzoni nga pushteti. Opozita, s'kam asnjë lidhje. Unë çdo i ftuar që vjen bëj oponencë jam e detyruar. Unë ju drejtohem juve sepse ju mbroni më të doptit. Kur vjen demokrati në studio, unë bëj oponencën, kështu që i bie. Unë ju ndjek
dhe jam shumë ndjekës i zjarrt i emisionit tuaj dhe nuk ta them për kështu e di që dhe ju e dini që ju ndjek, po ju jeni si puna e atij prindit i cili ka 2 fëmijë dhe mundohet të mbajë anën atit më të dobtit gjithkohë sepse ai që është më i shkafët dhe më i kështu po. Bëj oponencën e çdo të ftuari. Oponencën e mazhorancës e keni bërë gjatë gjithë kohës, se opozitës nuk ke nevojë të bësh oponencë ti lë të flasësh dhe ata bëjnë gola vet. Kjo është problemi. Intervistat me demokrat në studio, hapi, të ftoj ti hapë.